Si udhëton presidenti i SBA-s? Është makthimi i keq i shërbimit sekret, një sulm ndaj presidentit të Shteteve të Bashkuara, ndërsa ai ishte duke udhëtuar. E fshehur në këtë mbulesë pusete është një bombë që nuk u zbulua dhe mund të aktivizohet nga distanca. Vetëm pak sekonda nga tani, autokolona presidenciale do të kalojë pikërisht mbi këtë vend. Por ky nuk është rreziku i vetëm. Disa bloqe më larg ka një kërcënim të dytë. I vendosur në një dhomë me ndriçim të zbekt, një snajper po shikon kryqëzimin ku presidenti do të jetë së shpejti dhe pak më poshtë rrugës, një furgon me xhamatere të shparkuar pranë rrugëve të bllokuara. Brenda, një burr po përgatit një lëshuese raketash që së shpejti do drejtohet nga autokolona. Për fat të mirë, këto tre skenarë janë thjesht imagjinar, por ato do të demonstrojnë përpjekjen rigoroze që shërbimi sekret ndërmerr për të siguruar që presidenti amerikan të mbetet i sigurt gjatë udhëtimit. Ndërsa presidenti ishte ende rreth 2 minuta larg mbulesës së pusetës me bombën, makina e parë autokolonës, makina e rrugës, tashmë po kalon pranë këtij vendi. Kjo makinë, së bashku me makinën e pilotit, siguron që rruga të jetë lirë nga pengesat. Fshesat, të cilat janë kryesisht motorcikleta, ndjekin makinën e rrugës dhe makinën e pilotit dhe ndihmojnë në pastrimin e rrugëve përpara. Megjithatë, ata nuk janë në gjendje të zbulojnë bombën dhe thelbi i autokolonës, i përbërë nga automjete të shërbimit sekret me presidentin në bord, po afrohet. Ndërsa limuzina e presidentit rrotullohet drejt mbulesës së pusetës, një person të rreq këmbën nga distanca dhe pa pritmas nuk ndodh asgjë. Shkaktuesi i telekomandës nuk funksionoi dhe kjo për shkak të kësaj makine. Kundër masës elektronike suburban, një nga automjetet më mbretëlënse teknikisht në autokolon. Në çatinë e saj, antenat lëshojnë frekuenca radioje që mbytin çdo sinjal aktivizimit të bombës. Kjo teknikë quhet bllokim breshërie dhe në thelb funksionon nga antenat që lëshojnë një sinjal zhurmë kaq të fortë sa sinjalet e tjera thjesht nuk mund të kalojnë. Dhe kështu, autokolona vazhdon e pashqetësuar drejt kërcënimit të dytë, snajperit në dritare. E vendosur pas kundërmasës elektronike suburban është automjeti i presidentit, i njohur zakonisht me nofkën e tij, Bisha. Megjithatë, nuk mund të jesh kur i sigurt se në cilën makinë është presidenti, pasi ka 2 limuzina identike presidenciale në rrugë. Pas tyre vijnë 2 makina që mbajnë personelin më të rëndësishëm të sigurisë së presidentit, të gatshëm për ndërmarrë veprime në rast të një sulmi. Ky është i ashtuquajturi mesfushor, në të cilin ndodhen agjentët personal të shërbimit sekret të presidentit. Pavarësisht se çfarë ndodh, këta agent do të qëndrojnë me presidentin. Tjetra mban ekipin e kundër sulmit. Këta agent armatosur rënd mund të qëndrojnë në vend ngjarje dhe të luftojnë një sulm. Kjo krijon një tampon të sigurt midis sulmuesve dhe presidentit. Pas tyre makinave janë makina e kontrollit dhe makina e mbështetjes. Këto transportojnë agent shtesë të shërbimit sekret, stafin thelbësor, presidencial, si dhe mjekun personal të presidentit. Por pa dijenin asnjërit prej tyre, ata aktualisht po i afrojnë një kërcënimi tjetër, ndërsa autokolona arrin në kryqëzimin që snajperi ka zbuluar. Fakti që ka 2 makina identike e bën të vështirë për qelluesin, por për fat keq, ai kap një vështrim përmes xhamit, synon dhe tërheq këmbën. Një skenar i tillë sill natyrshëm kujtime të vrasjes së John Kennedy në vitin 1963, i cili u qellua ndërsa ngjiste autokolonën e tij nëpër Dallas. Që nga ajo kohë, limuzina presidenciale ka pësuar shumë ndryshime. Makina e Kennedy ishte një Lincoln Continental i vitit 1961, i modifikuar posaçërisht. Fatkeqësisht, vetëm disa nga rregullimet e bëra lidheshin me përmirësimet e sigurisë. Makina u pajis me një sistem luksoz ngroje dhe ajrit kondicionuar, si dhe drita, sirena, fikës zjarri dhe radiotelefona për komunikim. Makina u zgjerua gjithashtu për të përfshirë një rreshtë të mesëm me ndënjëse që mund të palosen kur nuk janë në përdorim. Përveç kësaj, çatia u bë plotësisht e lëvizshme dhe jastëku në ndënjësen e pasme, ku ulet presidenti, u ngrit. Të dyja këto modifikime u projektuan për ta bërë presidentin më të dukshëm për publikun. Fatkeqësisht, kjo e bëri atë edhe më të prekshëm. Pas vrasjes së Kennedyt, makina u rindërtua në masë. U instalua një pjesë e sipër me prej xhami antiplumb dhe karoceria e makinës tani ishte mbrojtur me blindazh titaniumi. Ndoshta disi simbolike, pamja e lehtë e kabriolet, përvajsuese e një kohe shpresdhënëse, u ndërtua në një tank të vendosur për të mbrojtur pasardhësin e tij më përçarës. Për fat të mirë, limuzina e sotme është e përgatitur mirë për një sulm të tillë dhe shtëna nuk ka absolutisht asnjë mundësi për sukses.
Bisha aktuale ka qenë në shërbim që nga shtatori 2018 dhe është një automjet i ndërtuar plotësisht me porosi nga General Motors. Edhe pse vizualisht i ngjan një sedani, makina në fakt u ndërtua bazuar në një platformë kamioni. Kjo ishte nevojshme për të mbështetur automjetin e rënd të blinduar mbi 15.000 pound. Pjesa e brendshme është e mbyllur hermetikisht kundër çdo forme sulmi kimik. Gomat janë në gjendje të vazhdojnë lëvizjen edhe kur qellohen. Dhe dyert janë 8 inç të trasha dhe të pajisura me doreza që, me çelësjen e një butoni, mund të elektrizohen në mënyrë që të ndalojnë hyrjen e tuajve. Gjithmonë brenda makinës ka një depozit i gjaku me të njëjtin grup gjaku si të presidentit. Është një rezervuar luksoz i projektuar për t'i bërë ballë çdo kërcënimi të mundshëm, por sfida më e madhe në skenarin ton nuk ka ardhur ende. Vetëm 2 bloqe larg, furgoni me raketa e edhës përgatitet të testojë qëndrueshmërinë e makinës. Pas bërthamës së fortë automjeteve që mbrojnë drejt për drejt presidentin, janë disa furgon më të mëdhenj. Këta mbajnë grupin e gazetarëve që udhëtojnë me presidentin. Kjo makinë pas është makina e identifikimit. Ajo funksionon si qendra e komunikimit autokolonës, duke transmetuar informacion midis automjeteve të ndryshme dhe duke zbuluar probleme në fazat e ershme. Pasaj është njësia e zbutjes së materialeve të rrezikshme, një automjet i pajisur për t'ju përgjigjur sulmeve biologjike, kimike dhe madje edhe bërthamore. Ajo mbart pajisje dhe personelin nevojshëm për trajtuar efektet e një sulmi të tillë në mënyrë efektive. Ky është i ashtu quajturi Roadrunner, i dallueshëm nga antena sipër çatis. Kjo makinë është qendra e komunikimit celular të autokolonës, duke siguruar që presidenti të jetë plotësisht funksional në çdo kohë. Makina ofron komunikime satelitore dhe interneti dhe ushqen një lidhje drejt për drejt të koduar me Pentagonin, duke lejuar presidentit të zhvillojë biseda të sigurta telefonike dhe video edhe kur është në rrugë. Në pjesën e prapme të autokolonës, një ambulancë lokale do të vijë në rast se ndodh diçka. Dhe për të shënuar fundin e autokolonës janë të ashtu quajturit të roje të pasëm, makinat e policisë lokale që sigurohen që asnjë makinë tjetër të mos hyjë në autokolon nga mbrapa. Në këtë pikë, limuzina presidenciale mbërrin në kryqëzimin me furgonin. Shpejt, një buri dhe tjashtë dhe drejton raketa ecsin direkt nga limuzina. Në këtë rast, limuzinat presidenciale dhe automjeti elektronik kundërmarrës janë të pajisur me granata tymi. Sapo aktivizohen, makina zhdytet në tym, duke penguar një linjë të qartë shikimi. Kjo është quajtur ekran tymi infrakuqe, është e përbërë në një mënyrë të tillë që fsheh shenjën e nxehtësisë së objekteve. Kjo do të thotë se edhe raketat e drejtuara më komplekse nuk do të kishin sukses në ndjekjen e objektivit. Ndërkohë, bisha largohet nga vendi i ngjarjes. Kalimi presidencial është një sistem shumë i menduar mirë. Edhe pse numri i madh i makinave mund të duket pak arbitrar në shikim të parë, një vështrim i afërt zbulon se automjetet e ndryshme përmbushin detyra të ndryshme dhe së bashku funksionojnë si një shtëpi e bardhë mbrojtura. Megjithatë, ndoshta është e drejtë të thuhet se përveç shqetësimeve të justifikuara për sigurinë, këtu ka edhe një element të projektimit të fuqisë. Dhe nëse kemi një mik ose antar të familjes që është interesuar për dokumentar dhe shfaqje inteligjente dhe të prodhuara me cilësi të lartë, atëherë po ofrojmë një kartë dhuratë shumë të veçantë me të cilën mund t'i dhuroni dikujt akses në Nebula për një jetë. Pra, ju lutemi siguroni që ta shikoni Nebulën dhe faleminderit shumë që shikuat këtë video.